Gjykata Apelit të Jurisdiksionit Përgjithshëm la në fuqi pafajësinë e Redion Hysës, i cili akuzoi për vrasjen e ish efektivit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, Giulio Prela. Vendimi përmbyll një proces gjyqësor të gjatë që lidhet me ngjarjen e ndodhur në orët e para të mëngjesit të 5 dhjetorit 2020 në aksin Lezhë Milot, gjatë periudhës së kufizimeve të vendosura për pandeminë Covid-19. Edhe në shkallën e parë, gjykata e Lezhës kishte shpallur të pafajshëm Hysën. Megjithatë, për shkak të kompleksitetit të çështjes, Apeli vendosi të rihap pjesërisht shërtimin, duke administruar prova dhe duke dëgjuar dëshmitë e disa drejtuesve të policisë së shtetit. Në fazën fillestare të hetimeve si autori dyshuar u shpall Brillant Martinaj, më pas policia mori një informacion anonim sipas të cilit arma e përdorur në krim ishte fshehur në depozitën e ujit të banesës së Redion Hysës. Gjatë kontrollit arma u gjet në vendin e sinjalizuar, çka solli ndryshimin e drejtimit të hetimeve. Si pasojë procedimi ndaj Martinaj u pushua, ndërsa Hysa u mori pandehur për vrasjen. Megjithatë, gjatë procesit gjyqësor nuk u provua se Redion Hysa ishte autori i ekzekutimit të Giulio Prelës. Në përfundim të shërtimit të çështjes, edhe prokuroria hoqi dorë nga akuzat, ndërsa gjykata e Apelit vendosi të lërë në fuqi vendimin e pafajësisë. Ndërkohë, gjatë kohës që procesi ishte ende në zhvillim, Brillant Martinaj mbeti vrarë në atentatin e ndodhur pranë mbikalimit fushkrujës, ku humbën jetën edhe 2 shtetas të tjerë. Giulio Prela u vra me armë zjarri në fshatin Gajush në aksin Lezhë Milot, teksa po kthehej nga Shkodra, ku kishte përcjellje të afërm. Ngjarja ndodhi në një periudhë kur në vend lëvizjet ishin të pakta për shkak të kufizimeve të pandemisë.